Selam aleikum hoç. A është e vërtetë se njeriu kur ndron jetë në aksident të rënd konsiderohet si shahid? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Ka njerëz të cilët edhe pse nuk ndrojnë jetë në fush betej, ata fitojnë gradën e dëshmorit. Pra shpërblehen si dëshmori. Ndër këta, për shembull, siç kuptohet prej haditheve të profetit alayhis salam, njeriu i cili ndron jetë, pra mbytet, ose gruaja e cila ndron jetë, pra duke lindur, apo një person i cili ndron jetë prej shemjes. Dhe dietarët mendojnë, pra një pjesë e madhe e tyre, edhe personi i cili ndron jetë, pra thonë në aksident të rënd, pra e fusin në atë personin i cili ndron jetë prej shembjes. Kështu që shpresohet edhe ai i cili ndron jetë në aksident, pra të fitoj shpërblimin e dëshmorit. Zoti na ruajt, Allahu i mëshiroft ata që kanë ndruar jetë prej nesh, na mëshiroft edhe ne të gjallëve. Amin.